Ashtavakra që në bark të nënës e kundërshtonte babain e tij që ishte një udhëheqës shpirtëror brahman për filozofitë e Vedantës. Edhe babai vetë mallkoi të dalë që të lindësh i shtrëmbuar. Edhe ashtu lindi Ashtavakra, prandaj quhet Ashtavakra. Të teta gjymtyrët të bryla të gjitha kocë kuris, të gjitha ato i kishte të shtrëmbuara. Por ama lindi shumë i ditur. Gita është një fjalë sanskrite që do thotë këngë. Sa atëherë jepesh me këngë. Bhagavad Gita prap këngë e Bhagavanit. Në kohën e Janakës, ishte një perandor i madh, lexoni Janaka, ishte kurioz me fjalë, edhe sa atëherë mbretërit kishin edhe filozofi shpirtërore shumë. Lexon atje që për të arritur Zotin është më kollaj, është aq kollaj sa pavën këmbën e dytë në një zengji, ndryshohesh. Atëherë ky thret gjithë shpirtërorët që ishin atje, udhëheqës shpirtëror. Thotë ma shpjegoni këtë, thotë, se kjo s'ka mundësi është gënjeshtër. Jo, thonë ato, gënjeshtër nuk është, nuk gënje Vedanta. Atëherë ma shpjegoni, ato si shpjegonin dot edhe i futin burg bile. Atëherë vjen Ashtavakra e thotë çka ka kështu, ishte i vogël djalëri i 15 vjeç, po i ndriçuar, edhe e sqaron e merr Janakën dhe e sqaron pastaj këtë. Edhe Ashtavakra njihet për non dualizëm, nuk ka dy, një është e tëra, një perëndi është. Edhe thotë edhe këtë, që rënja e vojtjeve është dualizmi, që mendojmë ne edhe një tjetër, ne edhe Zoti, nuk kuptojnë një. Dhe nuk ka zgjidhje tjetër se sa ta realizosh se e gjitha kjo që duket së dy është jo reale, dhe realja është një vetdije, një ndërgjegje që përshkon gjithçka. Të tjerat janë iluzione. Pra ne nuk kemi trupi, pastaj shkojmë më larg, ne jemi vetdia që është një e tëra. Trupat ndryshojnë me dëshira, me atë, simas ashtu si ndryshojnë enët e baltës. Ka enë të mëdha, ka enë të vogla, ka enë që marrin për ujë, ka enë që marrin për jashitje, ka të ndryshme, po vetë ena, vetë ajo materiali nuk ndryshon, vetë boshtiku me tyre nuk ndryshon. Tash sipas Vedave, që edhe unë e besoj më shumë, shpirti dhe prakriti, natyra, eteri, janë të përhershëm, të pandryshueshëm, ku shpirti vepron mbi natyrën nëpërmjet 3 gunave të veta, sattva, rajas dhe tamas, pasërtisë, lidhjeve dhe ignorancës, krijohet universi. Pra nga boshliku, nga eteri krijohet ajri, nga ajri zjarri, nga zjarri uji dhe nga uji toka. Çdo gjë që është me frymë pa frymë ka këto 5 element të mëdhenj që quhen Mahabhuta dhe shpirtin. Në proporcione të ndryshme e kanë materialin, kurse shpirti është njësoj. Kurse shpirti shfaqet sipas pasërtisë që kanë trupat dhe mendja e këtyre elementëve. Sa më të pastërt janë, aq më mirë pasqyrohet shpirti, Perëndia. Shpirti as hyn as del nga kjo. Është egoja, uni që shfaqet edhe zhduket. Emocionet janë nga impresionet e cilit nga memoriet e mëparshme, memoriet hynë në përqimet dhe mospërqimet, shpirti, si oqeani, nga dalin, dalgët, shkuma, fluskat, kur qetësohen mendimet, si dalgët, shkuma e tyre, fluska ujë, shkrien në oqean ande nga dolën. Kështu, edhe kur bëhemi ne pa mendime, që jemi të pastër dhe të vetëdijshëm, njësojmë me shpirtin, me Perëndin, me lumturinë. Kur mendja lidhet me shisat, ne kujtojmë se jemi ato që shohim dhe ndjejmë. Kur mendja tërhiqet brenda, në gjumë për shembull i harron të gjitha, shkon te burimi. Por vetë se në gjumë është i pa vetëdijshëm. Duhet të jesh pa mendime i vetëdijshëm, që quhet kjo realizimi, që arrin këtë lumturinë. Si rezet e diellit, kur bien mbi bim dhe bimët të rriten, rezja kujton se është bima. Se lidhesh me atë bimën, kujton se është fiku. Por kur perandon dielli, rezja shkëputhet nga bima, shkon te burimi i tij. Edhe kupton që nuk është bima. Kështu dhe ne, nga ignoranca kujtojmë se jemi ajo që
trupi, mendja, dëshira dhe emocionet, kur a realizojmë vetveten, kuptojmë që këto janë thjesht një iluzion, një instrument. Ashtu si boshtiku që është i pandashëm, i pandryshueshëm, por ne themi qielli i jugut, qielli i veriut, qielli i Shqipërisë, qielli i Austrisë e tjera, po kështu dhe boshtiku është njësoj, i pandashëm, nuk e ndan dot, është iluzion ta dash. Ashtu si unazat, byzylykët, vathët, varësit për floriri, i vëmë emra ne tyre, po floriri janë këto në bazë. Nga floriri dolin, kur mbaron punën, prap flori shkrihen. Kjo është një filozofi jo dualitetit, që është shumë e thellë, shumë interesante, edhe nuk shpjegohet dot, thjesht nuk e shpjegon dot si është vetdia, si është shpirti, si është peredia, thjesht mund të shpjegosh atë që nuk je. Trupi ndryshon çdo sekond, mendja ndryshon, shqisa ndryshojnë, por vetdia është njësoj, si në fëmijëri, në pleqëri, si me trup, si pa trup, si në vdekje, si në lindje. Mendja nuk e shpjegon dot, se mendja ka dalë nga shpirti dhe se shikon dot, ashtu si syri që nuk e shikon dot mendjen. Pra, subjekti është vetë shpirti dhe asnjë nuk e shikon dot. Ne mund të shikojmë me anë të shpirtit, shikojmë te mendja, mendja shikon syri, syri shikon objekte të ndryshme. Asnjëra për këtyre nuk e shikon dot tjetër, se është më lart. Kjo është një shpjegim nga Ashtavakra. Pra, eksperienca shpaloset moment pas momenti, po asnjëherë nuk rrit dot e ndar nga vetdia, nga e cila ajo doli, ashtu si dallga, shfaqet në forma ndryshme, po asnjëherë nuk shofutet dot nga oqeani. Kjo vetdije nuk është diçka që ne e kemi, nuk është personale, nuk është e ndarë. Kjo është e përpara se uni të dali, uni, tia. Vetdia është një e qetë, vetdije, vetnjohje, një prezencë në të cilën të gjithë perceptimet, shqisat, mendimet, sensacionet, emocionet, identitetet vijnë dhe hikin nga kjo. Por ajo vetë nuk lëviz asnjëherë ndryshon, asnjëherë nuk ka fillim as mbarim vetdia. T'japin një analogji sikur po shikojmë një film në një ekran, filmat hikin e vinë, ekrani nuk ndryshon, as laget, as thahet, qofsh filmi me zjarr, qoftë me ujë, nuk laget. Është i pandryshueshëm ekrani. Vetdia pra është si ekran i përjetshëm. Kjo vetdije nuk është objekt i eksperiencës, por është gjithmonë prezence. Gjithmonë të kjo shfaqen, kjo nuk ndryshon. Pra, edhe ne vetja jo nuk është kjo jeta që shfaqet dhe kjo, por është vetë kjo vetdia kur i gjithçka. Pra ne jemi esenca. Këtë e thot Denisa Garta në një mënyrë tjetër, dëshmitari vetëm regjistron ngjarjet. Pa dëshmitarin nuk kishte kush të regjistronte këto. Pra vetdia i regjistron të gjitha. Rupert Spira shkruan: eksperienca vetë asnjëherë nuk bëhet e vetëdijshme për veten e saj. As për asnjë gjë. Është vetëdia që e njeh eksperiencën. Eksperienca se e njeh do të vetdijen. Kjo është tek natyra e konsciencës, energjisë. Të besosh se ju jeni vetëdijshëm për eksperiencën është një iluzion shumë sublim i dualitetit, unë dhe ti, të njohurit dhe asaj të njohurës, subjektit dhe objektit. Por po të shikosh thellë, kush është ai që njeh? Është një person
apo është diçka pa formë, e pastër, në të cilën si personi edhe bota shfaqen. Pra, vetdia është më e larta, pra ajo shfaq gjithçka. Kur kjo është parë qartë që ngjarjet nuk janë vetdia mban ngjarjet kalojnë, rreth nuk janë qielli mban rreth, atëherë bëhet evidente se vetëdia nuk është diçka që mund ta vrojtosh, është vetë vrojtusja. Është kjo që vrojton gjithçka. Dhe uni që mendon që është vetëdia, është thjesht një aparencë, një dukje e vetëdijes. Uni del nga vetëdia. Unë ashu. Vetëdia është e që vrojton. Dhe Ramana Maharishi ka theksuar. Nuk ka shikus të ndarë nga shikimi. Shikusi, ai që shikon, dhe ajo që është parë, janë e njëjta gjë. Kështu, të njohësh unë jam i vetëdijshëm, nuk është të kapësh të mendimin, po të bëhesh ajo, ta njohësh të, pa mendime fare bile, ta njohësh që ti je vetëdia. Pa mendime e njeh që unë jam vetëdia. Nuk është diçka që bëhet e vetëdijshme, po është ajo ku çdo gjë del nga vetëdia. Kjo nuk është mistike, abstrake, or në distancë të largët. Është e vërteta më e madhe. Çfarë ishte ajo prezenca përpara se të mendoje? Përpara se të ndjeje? Edhe përpara çdo përpjekje? Kjo është ajo pra. Edhe vazhdon me fjalët e Ashtavakra Gitës. Ju nuk keni trupi, ju nuk keni mendja. Ju jeni vetëdia infinite, e paprekur, dëshmitare të gjithë gjërave. Ashtavakra 4. Çfarë mendon ti që je, është një shfaqje mendimesh, ndjenjash, historish, identifikimi. Por, çfarë jeni ju, është e pandryshueshme vetëdije. Ku të gjitha këto që thamë më lart, shfaqen dhe hikin, vinë dhe kalojnë. Eksperienca nuk është jashtë jush. As ju nuk keni brenda saj. Ju jeni matan kohës, njohësi i të dyjave, vetes dhe botës. Dhe ta njohësh këtë, është esenca e lirisë, përjetësisë. Qetësohu tash. Riqet. Hiqe mendjen nga nevoja për të kuptuar. Thjesht shiko këtë të vërtet të thjesht. Eksperienca është duke ndodhur. Dhe ju e njihni atë. Por njohësi nuk ka as emër, as formë, as kufi. Nuk është i juaj. Është ju. Ju pra jeni kjo, awareness. Vazhdojmë dhe një nga Ashtavakra. Në realitet, dia, i dituri dhe e ditshmja nuk ekzistojnë.
Unë jam vetja transparente në cilën ato shfaqet nëpërmjet ignorancës. 2.15. Të shikosh njërin e të shohësh shumë është shkaku i të gjithë mjerimit. I vetmja kur është të kuptosh se ajo që shihet nuk është aty. Unë jam i vetmi vetëdijshëm, i lumtur, i papërlyer. Unë jam vetëdia i pakufizuar. Vetëm në imagjinat kam kufi, duke reflektuar mbi këtë, unë qëndroj në absoluten. Ka këtë të shi që thot, e thami paka shumë për para, në Ashtavagya Gita, King Yanaka, njerë lexoj dhe ndryqimi mund të ndodhi ka i shpejt, a i sa do momenti për të vënë këmbën që ke vënë një këmbë të këmbë që është i varur në yzengjin e kalit, ta vësh tjetër. Më fjalë s'ka asnjë nevojë kjo, asnjë lloj sforcimi. Asë sforcohesh për ta praktikuar. Thjesht një moment është kjo. Më vonë Janaka realizoi këtë të vërtet tek vetja. Çfarë ndryshoi në këtë moment nuk ishte bota, por kuptimi i tij. Ai e kuptoi se lidhja ishte vetëm një ide dhe liria ishte gjendje natyrale. Nuk ishte diçka që vinte ngadalë të bëhesh i ndriçuar. Ishte thjesht ta lëshoje atë identifikimin e gabuar, atë iluzionin. Ashtavagya jep një shumë të thjesht drejtim. Ju s'jeni trupi, ju nuk keni mendje, ju jeni dëshmitari këtyre të dyve. Kur kjo është parë qartë, pa dyshime, ignoranca mbaron. Asgjë tjetër nuk ka nevojë. As pastrim, as përgatitje. Dyshimi ndodh se mendja do arritje, do kohë, procese dhe eforte. Po e vërteta nuk prodhohet nga përpjekjet. Realizohet kur përpjekjet ndalojnë. Ashtu si errësira që largohet, zhduket kur drita është parë, ignoranca largohet kur vetja është njohur. Mos prit për moment tjetër. Mos prit për një shenjë apo eksperiencë. Tamam tashi, njife. Kush është ky i vetëdijshmi që lexon? Qëndro te ky. Dhe në moment ti do ta realizosh iluminimin. Iluminimi është i mundur që këtë moment. Shumë faleminderit të gjithë shëntorëve për këto dije të pakrahasueshme. Shumë faleminderit induve, indianëve,